Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni, do të flasim për territoriale, ndërkohë që në Komisionin Parlamentar vijojnë punimet për këtë çështje, diskurset politike publike nuk kanë munguar, reforma territoriale nga njëra anë, anti-reforma citohet në anën tjetër dhe i referohem opozitës, reagimit të saj zyrtar, ndërkohë cila do të ishte zgjedhja më e mirë sa i takon modeleve apo skenarëve që i përshtaten më tepër territorit, po sidomos nevojave që kanë qytetarët. Më lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është zoti Agron Haxhimali, drejtori i Institutit për Bashkitë, mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit. Haxhimali, unë kam një merak shumë të madh dhe dua ta nis pikërisht me këtë. Përpos faktit që mbledhjet e komisioneve parlamentare jo rrallëherë transmetohen live për publikun, ka patur edhe deklarata kundër deklarata, reforma kundër reforma, anti-reforma. Si mendoni ju sa janë të informuar qytetarët për çfarë po diskutohet në lidhje me këtë çështje? Në fakt, ky është shqetësimi më i madh që kam edhe unë, ky është shqetësimi më i madh që duhet ta lidh me mënyrën se si është i organizuar. Se ndonjëherë kemi vështirësi ne të medias çfarë po ndodh, është e qëllimt apo Shiko, mbase jo objektivi nuk është ky që të krijojë këtë konfuzion, por unë jam i shqetësuar për faktin që institucionet shqiptare, politika shqiptare, ligjvënësi shqiptar, parlamenti shqiptar, pra gjithë linja zyrtare duhet të jetë, gjithë linja politike duhet të jetë më qartë, më artikuluar, drejt gjua atyre duhet të jetë ajo gjua për cilën e kupton drejt qytetari, gjua atyre duhet të jetë ajo gjua që ta ndjej qytetari dhe të kuptoj qytetari që bëhet fjalë për jetesën e tyre, për interesin e tyre, gjua që ato duhet të përdorin, duhet të jetë aq e thjeshtë, aq e pastër, e artikuluar në mënyrë të tillë që ta bëjë qytetarin të jetë aktiv, të jetë pjesëmarrës në këtë diskur për një reformë kaq të rëndësishme. Për sa kohë, siç thoni ju, kur me zor kuptojmë ne mediat, atëherë në bisedën paraprake që kishim përpara se të futeshim në studio, ju e kuptuat që jo të gjithë jeni të qartë. Ndaj ky ka një problem shumë të madh, sepse duke qenë se nuk ka artikulime të qarta, i gjuhë të thjeshtë për çfarë bëhet fjalë, çfarë nuk ka shkuar mirë, çfarë do të rregullojmë, nëse rregullojmë, bëjmë këto ndryshime, si do të ndryshojë jetesa e qytetarit, si do i marrin shërbimet më mirë, sa do jenë më të përfshirë, do kenë më shumë vendimarrje në proceset e tyre, do kuptojnë më mirë ku i paguajnë taksat, çfarë shërbimi morin mbrapsht, ku do të organizohen për zgjedhur përfaqësuesin e tyre, cili do jetë territori i tyre. Pra gjua duhet të jetë në mënyrë të tillë që qytetari, theksoj edhe një herë, të jetë aktiv në këtë proces. Në qoftë se ti e mban një gjuhë të drujt, me shumë ekuivoke, me shumë dilema dhe me hipokrizi në mes, atëherë është problem shumë i madh se do të shkëputet qytetari nga diskuri jo, sepse nuk do të kuptojë, thotë, jemi lodhur shumë vite reforma, dje reformë, sot 22 reformë bashki, sot bashki nesër, hiq komune, venjësi administrative, tash pra kjo lodhje do ta largoj nga vendimarrja, dhe ky është problemi më i madh. Në shoqëri demokratike gjërat kanë vlerë kur involvon qytetarët, kur flet për qytetarët, kur sjell ndryshime për qytetarët. E kemi këtë lloj defekti në fakt për çdo lloj reforme, po edhe për këtë, apo qoftë për reformën zgjedhore, se dhe ajo po diskutohet. E kanë shumë vështirë shqiptarët që do të kemi 35 vite që diskutojmë çdo 2 vjet për reformën zgjedhore, do bëjmë kështu, është më e mira, dhe një javë pas zgjedhjes, jo, reforma ka pas disa probleme, ne do të ulemi për ta rishikuar. Po mirë, ju na e thatë neve që kjo është më e mira. Pse po ndryshoni sërish? Ju na thatë që reforma 2015 është më e mira në Shqipëri, më e mira në rajon. Pse kërkoni gjithmonë të bëni ndryshime? Në 22-shin thatë prap, në 26-ën thatë prap reformë. Pra,
qytetarin e lodhin në fakt, jo thjesht në të dëgjuar, por e zbehin për të qenë aktive demoralizojnë. Ndaj politikanët e zgjuar, një parlamentarizëm i mirë me integritet, ka kolonat të qarta të komunikimit, pavarësisht linjave politike, po kanë obligimi dhe detyrim madhor të dy palët që me qytetarin, me votuesit e tyre, por jo vetëm të komunikojnë më drejt dhe më në qartë. Tash ky është niveli që kemi, po shpresojmë gjërat të ecin më mirë. Ne përpiqemi, urojmë të na e vënë veshin. Xhimali, herën e fundit që kemi qenë së bashku në studio për të diskutuar për të njëjtën çështje, opozita ishte larguar nga aktiviteti i saj politik parlamentar, tashmë i shohim së bashku në komision. Si e gjykoni performancën e opozitës deri tani dhe a janë të qartë edhe ata çfarë duan dhe çfarë s'duan, nga çfarë sugjerohet nga pala tjetër dhe çfarë sugjerohet pala tjetër konkretisht, Xhimali, se ende nuk e kemi të qartë. Edhe ky është shqetësimi i madh që a dinë se çfarë po kërkojnë, a dinë se çfarë duan qytetarët, atë çfarë duan partitë politike, dhe ky është problemi i madh, ti marrin gjërat me radhë. Unë kam qenë nga ato që kam kritikuar prej 10 vitesh reformën territoriale dhe mirë që u organizua komisioni posaçëm, po sigurisht kam qenë kritik një komision që mbledhet vendoset organizohet në nëntor dhe një seancë parë dëgjimore kemi sot në orën 2 me ministrin e pushtetit vendor zotin Demo, për 4 muaj, vetëm me burokraci të brendshme, jo lista, jo fut këtë, jo ndryshon këtë, jo kalendari, jo aktivitetet, po pse kaq e vështirë ka Parlamenti Shqiptar, një komisioni posaçëm t'ju japi minimalisht një skalet të qartë të aktivitetit, ju shpjegoj qytetarve që kjo është situata, kjo reformë nuk ka shkuar, kemi ceduar, apo ka dështuar, apo ka qenë me performancë të limituar në 3-4 gjëra, jemi mbledhur bashkarisht për t'i zgjidhur aty ku ka pasur edhe në dobi të qytetarëve, por tash si vazhdojnë. Megjithatë, gjërat tashmë janë fut në linjë, duket një qasje pozitive, edhe pse të dyja partitë politike kanë organizuar konferencat e tyre me aktorët e tyre, partnerët e tyre, dhe kanë dalë me disa skenare shumë të turbullta për mua, por ajo që bie në sy është fakti që majoranca duke sikur ka një qasje për të reduktuar akoma numrin e bashkive, por asgjë konkrete, theksoj asgjë konkrete. Pra nuk ka shifra, numra, ende. Nuk ka shifra, numra, po këto vinë me procesin, fakt edhe nuk duhet ketë të shifra. 32, 36. Shiko, në mendjen e secilit mund të ketë, por mua si ekspert duhet i përcaktoj procesi, konsultimet, një set kriteresh të miratuar nga dy palët, bazuar në kritere të qarta publike që ti themi qytetarëve që këto janë kriteret. Këto janë kriteret, 1, 2, 3. Edhe pastaj gjërat hecin vetë se cili e kupto fare qartë. Për shembull, le të themi që nëse vëmë kriter numrin e popullsisë që asnjë njësi administrative, qoftë bashkia apo njësi administrative brenda bashkisë, nuk do të jetë entitet në vetën në qoftë se ka më pak se 3.000 banor. Le të themi. Atëherë unë kuptoj fare mirë te njësia ime, bashkia ime, kam popullsia është më pak se 3.000 banor, unë jam i ndërgjegjshëm, ky është një standard që është vendosur në gjithë Shqipërinë, do kuptoj fare mirë që unë nuk do të jem bashki më vete, do të bashkangjitem kësaj që kam këtu në kufi jashtë, e qerë, e thjeshtë, po dhe kjo nuk është e sigurt në fakt. Mirë pa, tashi po hamensoj. Jo po hamensoj, se shikoj, e ka bërë Estonia këtë, ka bërë Turqia, vendosën një prag popullsie, nën 5.000 banor nuk do të ketë më komuna apo bashki dhe ecin. Disa të tjerë ka një set kriteresh të pafundme në fakt, por po të fillosh t'i lexosh pastaj eficienca, ekonomia shkallës, produktiviteti, këtu distanca nga qendra, kaq e aq, ato e komplikojmë qytetarin dhe ato. Pra janë një kombinim gjërash, jo vetëm numri popullsisë. Kështu që shumë e paqartë,
maggioranca, megjithatë në mendje mund ta ketë skenarin, po ato që ka artikuluar nuk japin në bindje. Shkojmë ke opozita. Opozita historikisht në fakt ka kërkuar një numër më të madh të bashkive, edhe ajo pa ndonjë skenar shumë të qartë, por duke mbledhur informacione për të prezantuar dhe ajo disa kritere. Për mua, mendoj që puna parë duhet filloj me një vlerësim të situatës ku jemi, pse nuk kanë funksionuar mirë dhe çfarë duhet përmirësojmë, që energjitë të fokusohen tek ajo pjesë që ka pasur probleme. Kush ka pasur probleme? Kanë pas probleme 40% e popullsisë që jetojnë në zonat rurale. Ku ka pas më pak shërbime? Në zonat rurale, pra tek fshati. Periferia e fshatit. Qendrat kanë qenë më dinamike në fakt edhe për shumë arsye, sepse është edhe përveç publikut është edhe privati që lulëzon më tepër. Po lulëzon më tepër aty. Ku kemi pas më shumë probleme tek përfaqësimi, sepse zonat rurale, fshatrat e Shqipërisë nuk përfaqësohen në këshillat bashkiake. Çfarë mungon aty? Në këto zona nuk kanë përfaqësuesit e vet, nuk kanë kryetar, nuk kanë këshilla, nuk kanë administrator, nuk kanë shërbyes të drejtë për drejtë. Çfarë mungon aty? Nuk kanë marrë shërbimin e vaditjes, skullimit, apo shërbimet që lidhen me qasjet e fshatit, me bujqësinë. Atëherë, hajde po i zgjidhin këto gjëra. Shiko, është një ushtrim shumë i vështirë, kemi thënë disa herë në vendet që është bërë në fakt, sepse reforma tilla janë bërë dhe në vendet tjera, kërkojnë kohën e tyre, duan shumë vite, Danimarka ka studiuar për 7 vjet para se ta bënte, ka vendet tjera që kanë bërë për 5 vite, për 10 Po e kanë studiuar, vite. Po e studiuar sepse lidhet jo thjesht me një kriter të caktuar, por unë kam marrë pjesë në Austri në një rast të tillë për disa komuna të vogla, e kishin 3 vite që diskutonin për të bashkuar, se kush do jetë identiteti i njësisë re, do jetë ky emblema e komunës parë apo e komunës dytë që do bashkohen. Njëra kishte peshk, tjetra kishte një zog me ato elementet tjerë, dhe unë u habite tash gjithë ky debat për këto. Se ne mësu shumë Shqipëri, po hiqe më logën dhe një tjetër aty si dur, se nuk prishti puna. Jo, tho, kemi 100 vjetë që e mbajmë të zogun. Serioziteti gjithë Elbi Gjosh është identiteti. Pra, ne kemi breza, ato gati, 2-3 breza që qytetarë shqiptarë, kur përmend emrin e kësaj njësie, e to vetëm kur shikojnë logon dhe thot fëmia apo brezat e arshëm, këtu ka qenë gjyshi, këtu është origjina ime, se mbajmë simbolin e kësaj, simbolin e asaj. Tashti, këtu tek ne nuk i japim shumë rëndësi kësaj. Po ka qenë kjo vepër arti, kjo kish, kjo xhami është ndërtuar, trashëgimia kulturore, historia, marrëdhëniet, si po bashkon dy komunitete që nuk kanë qasje me njëra tjetrën. Pra është një ushtrim shumë i vështirë që më tepër anon ke këto gjëra se sa te pjesa ekonomike, se e pyetën po tek jo, nuk është çështje ekonomi, sot të dyja janë të mira nga ekonomia dhe po të bëhen bashkë ecin prap. Por vetëm për këtë ka 2 vjet që nuk bin dakord këshillat para se të shkriheshin, pra këshillat vendore për këtë çështje, dhe kishin gjetë një zgjidhje që të mos e zgjasin. Referendum lokal? Jo, ajo më forma më mirë që e përcakton dhe Karta Evropiane e Këshillit të Evropës në nenin 5, për ndryshimet të kufit, idealja është nëse e parashikon në kushtetuar pyet qytetarët. Por në rastin që po them, pas 2 vitesh debate kishin vendosur që të integronin të 2 logot e 2 komunave në një të vetme. Edhe tashti qytetarët e kishin për të respektuar të 2 identitetet. Pra, shiko çfarë do thot, pra, gjëra se duket një gjë
kështu mund të thush po s'na lodhe kot me na tregu këtë histori, se edhe unë kështu i pyeta në fakt, na majte 3 orë duke na treguar këtë, po vetëm kjo thotë qetësoj ndër tjera qytetarët, shikoj jemi të integruar edhe log, pra fjala integrim, integrohemi si shoqëri, integrojmë identitetet, integrojmë logot, historinë. Ju më kujtuat Haxhi Mali një moment shumë të rëndësishëm në Britaninë e Madhe, Londër, 100 vjetori i pavarësisë. Ambasadori i Shqipërisë në Londër, atëherë zoti Berisha, Mal Berisha, që vendoste memorialin e heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në një zonë të Londrës dhe thotë është zhvilluar referendum dhe është pyetur çdo qytetar i komunitetit, a e keni ju problem të vendoset kjo këtu dhe të gjithë njerëzit kishin dhënë okejin e tyre në një farë mënyre. Të shtetojnë format më të zhvilluara, format më të mira të nivelit pjesëmarrje të përfshirjes qytetarëve referendumet me drejt, kështu duhet se kanë filluar dhe këtu të riartikulohet për referendume. Po ka filluar, por tash gjithë kjo çështje shumë mirë që ka filluar, por tash ne duhet bëjmë referendum për atë që ka lindë në mendje kryeministri, vetëm për të ulur numrin e deputetëve. Po pra. Po për të ndryshuar kufit e bashkive, pse mos ti pyesim? Për gjithçka në fakt, për gjithçka të rëndësishme. Po ja, po ne kemi tash referendume lokale dhe kombëtare. Po bëj, kush e ka penguar? Kemi 35 vjet ne që bëjmë këtë lloj debati. Kush e ka penguar? Dhe çdo nismë për referendum ka dështuar. Ka dështuar. Pra ç'më duhet mu mbledh firma, mbledh 200 firma, 20.000 firma, fut shoqërinë civile për këto gjëra. Po pse parlamentarët shqiptar, politika shqiptare nuk e di që duhet të organizosh referendume, politika shqiptare e di se ka miratuar në 98. Po në 98 në marrëveshjen me Kongresin e Autoriteteve Lokale për kartën e ka miratuar në vitin 2000 dhe aty thuhet shprehjimisht që në rastet e ndryshimeve të kufive territorial për qeverisjen vendore ne një 5 përcakton në referendumet. Pra kjo ka qenë vitin 2000. Ne jemi 2025, se 25 vite nuk kanë mjaftuar për të zhvilluar kuadrin ligjor për t'u dhënë këtë drejt qytetarëve. Po i pyet qytetarët e Kasharit, apo të Vaçarit, apo të Petrelës, apo ku e di unë të Shëngjerdhit, apo të Dajtit, apo të Shqipërisë. Të gjithë Shqipërisë, doni të jeni me bashkoj me Tiranën, apo dojtë bashkoj me pjesën tjetër. Ka çfarë thjesht, nuk është. A doni të rikthehen komunat apo jo? Kjo është një çështje që nuk është fare në tryezën e diskutimeve. Shiko, unë mendoj që nuk është edhe nuk duhet të jetë, nuk kemi më asnjë arsye ne të rikthehemi aty ku kemi qenë, ne duhet të ecim vetëm më para. Por kjo e thon kështu nuk më thotë që ne duhet të jemi stoik, ne duhet të mbajmë status quo fikse këtë që kemi, apo të shkojmë vetëm për numra fikse. Ajo që është shumë e rëndësishme për mua duhet gjejmë atë modelin. Pra, unë kam shkruar para ca ditësh një artikull, një shkrim në fakt edhe mora shkas nga një konferencë ndërkombëtare që këto çështje diskutohen kudo. Nuk ka një formulë fikse se si ti ndash dhe ti organizosh as për numrin, as për popullsi, nuk ka një masë që tu përdor këtë masë edhe zgjidhe problemin. E gjithë qasja është zhvilloje këtë sistem bazuar në nevojat që ka tereni dhe qytetari. Pra tereni është ai që na përcakton modelin. Edhe unë mendoj që ky teren që ka Shqipëria në histori, kulturë, demokraci, demografi, gjeografi, na çon në një model tjetër të qeverisjes bazuar në nevojat territoriale. Dhe në këtë aspekt unë kam propozuar në grupin e ekspertëve ku bëj pjesë edhe është dhe i qasja ime prej vitesh, jo sot, që ne duhet të mbajmë bashki të ekzistuese, madje u kam thënë edhe bashkit që kemi pas 65 bashki para vitit 2015, ishe investuar në histori, në kohë, nga qeveria, nga donatorët për të kriju ato mjedisin urban me ato probleme që kishin, po ato duhet mbaheshin si njësi të tilla
urbane dhe pjesa tjetër duhet kishte një qasje tjetër riorganizimit territorial që kishte të bënte me ribashkimin apo shkrirjen e 2, 3, 4 ish komunave apo njësive administrative sot që mund të krijojnë një bashki rurale. Në ky model që unë propozoj krijo këtë balancën territoriale midis zhvillimit urban dhe zhvillimit rural, pastaj ato mund të jenë dhe konkurruese, po mund të jenë dhe integruese me njëra tjetrën. Pra kjo është një formë për sa i përket strukturës territoriale, ndërsa është shumë e rëndësishme modeli si duhet të qeverisën. Për shembull, një bashki e madhe mund të qeverisë një territor më të madh, bashkitë më të vogla që janë urbane, rurale, mund të kenë një set të caktuar funksionesh dhe përgjegjësish që i përshtaten atij terreni, ndërsa bashkitë rurale apo komunat rurale apo malore mund të kenë një set funksionesh më të reduktuara që i përshtaten atij komuniteti dhe asaj tipologjie shërbimesh që ekziston në atë komunitet. Pra ka një qasje diferenciale dhe asimetrike. Pra si model. Megjithatë të shikojmë për është shumë, në fakt, është mënyra se si e kuptoj njerëzit, por ajo për mua, ajo që është shumë e rëndësishme është që për mua hallka më dobët ka qenë përfaqësimi i 40% popullsisë në zonat rurale, mungesë shërbimesh në zona rurale, një hemorragjie të mërshme e zonave rurale, boshatisje pa parë dhe po ju jap vetëm një shembull duke kërkuar këto ditë në funksion të analizave. Janë rreth 100 ish komuna apo njësi administrative sot në 2020 sipas censusit që kanë më pak se 1000 banor. Në vitin 2013 ishin vetëm 5 apo 6 të tilla që kishin më pak se 1000 banor. Pra shikonti gati 10 pasojat e shpopullimi. Atëherë, mendoj që reforma e ka ndihmuar, reforma aktuale pak shpopullimin, se i largoi pushtetin, i largoi zyrat e shërbimet, përfaqësimin, edhe është ajo ndjesia që e kam thënë edhe të tjerë që mbase unë nuk shkoj në kish. Por kisha duhet jetë. Po kisha duhet jetë. Unë nuk shkoj në xhami të falem 5 herë, apo ti s'ke drejt ma mbyllësh ti lëre aty. Si që janë mbyllur qendra shëndetësore, shkolla... Po shkolla, ja pra ky është problemi. Unë mendoj që sot ajo mund të jetë një shkollë, sot mund të ketë, por kur mendoj që në perspektivë shikoj që pas nesër kjo shkollë, pra jo pas nesër, pas një kohë të caktuar, këtu s'do të ketë më zyrë, s'do të ketë shkollë, unë çfarë bëj atëherë? Iki dhe unë bashkë me familjen që të shkoj aty ku është shkolla. Iki dhe unë bashkë me familjen të shkoj aty ku e kam zyrat më afër të bashkisë, apo kam përfaqësimi, kam një akses më të... Jo, më kujtua tani një emision të para disa ditëve në një ekran tjetër, një zonjë që shëtit gjerësisht edhe në zonat rurale kryesisht, një fshat që kishte vetëm 2 banora Xhimali. Është nga ato lajmet e rralla dhe të vërteta që natyrisht të krijojnë trishtim kur e dëgjon. Pra një fshat i tërë vetëm një çift. Ajo është një dhimbje shumë e madhe, për të vërtetës eksperjenca dhe puna më kanë çuar që ti prek bashkie, komuna dhe fshatra. Aty unë ndjej personalisht për atë pjesë ndjej dhimbjen më të madhe për jetën e atyre, atje shumë e vështirë, ndërsa këtu në zona urbane aksesi është krejt më ndryshe dhe këtu mund të ketë problemet e veta, por jetesa, atje cilësia jetesës, aksesi, mobiliteti, shërbimet, ai stresi social, ajo vetmia që ju thoni vetëm 2 vetë, atje që vetëm me satelit mund të kontaktosh. Nuk ka rrugë, ai është një stres më vete, por në aspektin social, por kur kthehemi pastaj edhe tek aspekti ekonomik është një dëm jashtëzakonisht i madh. Sepse kush do ta punoj? Kapitali natyror, pyet, kullota, toka, baktia, blegtoria, aty janë, po kush po kujdeset për to dhe jo më kot, pra po të bëjmë këtë lidhjen tashmë deri para 7-8 vitesh bujqësia, i gjithë sektori bujqësisë i kontribonte GDP-s
me gati 25%. Ku jemi sot? 16-17% nga sektorët më të rëndësishëm që jep të 1/4 e GDP sot ka Edhe çështje të tilla duhet jenë pjesë e diskutimit pra reforma duhet bëhet në mënyrë të tillë që të strukturohet edhe për dimensionin social, por edhe për dimensionin ekonomik, por edhe për dimensionin demokratik. Po të gjitha nëse e harron, nëse e lejash vëmendjes, qytetari do gjej rrugën më të lehtë për t'u afruar aty ku është aksesi, aty ku e ndje veten më të sigurt, më të përfaqësuar, më afër shërbimeve dhe në të kundër do të ngelim te ky fshati me 2 banor apo tek një ish komunë në qarkun e Shkodrës që i kanë ngel vetëm 60 banor. Zotja Axhimali, kemi edhe pak minuta dhe do doja shumë t'ju pyes, e kanë ndërmend t'i fuqizojnë bashkitë njësitë administrative sa i takon në shërbimeve që duhet i ofrojnë qytetarëve? Sa i takon diskutimeve të deritanishme, pyes. Tash ka një zë, kështu siç ju thoni me drejt ju në gazetare dhe kapni një moment edhe e futni këtu në qarkullim që do fuqizojmë njësitë administrative. Ato le t'i fuqizoni njësitë administrative se si pengoj kush. Edhe pse për mua problemet që ka reforma sot lidhen le themi 50%, pra vlerësimi im lidhen vetëm me mënyrën se si u projektua reforma, se si u bë, si u nis, si u menaxhua pra gjithë projekti i reformës. Por pjesa tjetër, ana tjetër e kësaj monedhe është fakti se u menaxhua keq nga vetë produkti, pra vetë organizatat, vetë 61 bashkitë e Shqipërisë, sepse ato kërkojnë nga qeveria duam këtë. Ndërkohë janë me humbje, pjesa dërmuese e tyre janë... Ka me probleme, por do e thoj këtu që ato shumë mirë le t'i kërkojnë qeverisë, po t'i kërkojnë nga qeveria më shumë decentralizim. Por ti veti përqëndron energjit, mjetet financiare, pushtetin, çdo lloj pushteti e kërkon e mban në qendër të bashkisë dhe nuk ndërhyj për njësitë administrative, me që më pyetet tash ja do fuqizohen. Po ti aty ke pas aty janë njësitë administrative, kush ju pengoj? Ishin komuna, u bën njësi administrative. Punojësit vetëm janë ndruar punojësit, hoqën ato vund patronazhiste, aktiviste, demokratistë, ristrukturime, e hoqe kryetar, e vun administrator, e kishin rrogën 700-800.000, e kanë rrogën 1.700.000, pra nuk e sjell në gjë ti për qytetarët. Pra ti bëje, edhe tash unë kam dëgjuar se është ky diskuri që mund t'i fuqizojmë. Unë vetë kam një qasje tjetër me thënë drejtën. Na intereson qasja juaj, Axhimali. Unë shkoj që njësitë administrative nuk duhet jenë më pjesë e strukturave të njësive administrative me ndarjen e re, duhet të grupohen, të krijojnë entitete, identitete lokale, qoftë bashki rurale, qoftë hibride, qoftë malore, përpos këtyre që kemi, këto do i mbajnë bashkit, ato të riorganizohen, atje të kenë kryetar, të kenë të zgjedhur, të kenë një set funksionesh, të kenë mjetet burimore për t'ju shërbyer financiare, për t'ju shërbyer gjë që nuk i kanë, përsa ko thoni që ti ke. Është e vërtet edhe nuk i kanë për hir të së vërtetës, por ama nuk i kanë, por aty janë ato, si numër janë, para i marrin taksa paguzve, shqiptar rrogat i marrin. Atëherë, por ç'më duhet një administrat që t'je mban dhe e paguan dhe ajo nuk je pasin shërbim? Pra ky është i gjithë problemi. Pra ti sot ke 40.000 punojës në 61 bashkitë e Shqipërisë, ti shpërndar në njësi e bashkia, të më pëthem hajde i organizojmë, ti mbajnë bashkit, këto numër punojësish mos të mbajmë të varur nga bashkia qendrore, por le ta organizojmë dhe të jenë me pushtet legislativ, ekzekutiv, financiar dhe pushtet që i zgjedh qytetari. Axhimali, ju falenderoj shumë. Kjo temë do orë të tëra për të diskutuar, ju do t'jeni dhe në Komisionin Parlamentar, apo jo? Po. Faleminderit. Do ju ndjekim me vëmendje dhe natyrisht do t'jemi përsëri bashkë. Ju falenderojmë edhe ju, zonja dhe zotrin, për vëmendjen tuaj.